Rreth 300 tregtarë të tregut të Zdrales kanë zhvilluar një protestë para Bashkisë së Shkodrës pas vendimit për kalimin e pronësisë së këtij tregu nga bashkia drejt Myftinisë. Tregtarët kanë lëshuar akuza të ashpra ndaj kryebashkiakut Luka dhe Myftinisë së Shkodrës. Te si ndryshane, i thojnë ka 6-7 vetë për familje, jena 2000 vetë që dalim rrugë male. Po të bëhet e nërtim. Na tanë si tregtarë, na kena ba me dek, aty nuk e zhojmë ato se na kena pagu tash 20 vjet. Jena marrë vesh me bashkinë, kena kryt çdo detyrim të bashkisë. Pra na kërkojmë që bashkia mos më na trastu ne si popull, më na dal për Zot. Bashkia na ka thënë një letër që thet token nuk do ta paguani matë na keni punë me Myftinin. Pasi kanë protestuar para bashkisë, tregtarët kanë zhvilluar dhe një takim me kreun e bashkisë Lorenz Luka, ku ky i fundit ka deklaruar se pas vendimit të Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave dhe gjykatës, kjo proni është kthyer pronarit, pra Myftinisë së Shkodrës, ndërsa bashkia tashmë nuk ka asnjë kompetencë mbi këtë pronë. Ja kthy pronarit vjetër dhe në momentin që ka përfunduar gjithë procesi edhe i ankimimit, pra procesi gjyqësor, bashkia e Shkodrës nuk është më autoritet administrativ i pronësisë të sipërfaqes ku është vendosur tregu. Sipas tregtarëve në këtë pronë pritet të ndërtohet një ndërtesë shumëkatëshe, ndërsa tregtarët kanë deklaruar se nuk do të lejojnë që ky veprim të ndodhë.